A ke ndëgju ndonjëherë kur dikush për dikë thot, po çon me lot krokodile? Zakonisht përdoret kur dikush bën si kur i vjen keq, por faktikisht nuk ndjen asgjë. Por pse pikrisht krokodile? Pse jo ndonjë kafshë tjetër që duket më dramatike? Pse kjo bish që rri në moçal u bë sinonim i hipokrizisë. Ka një arsye shumë interesante, edhe pak e frikshme. Krokodile vërtet qet lot. Kur ai ha prinë e vet, muskujt e nofullës që përdor për të kafshuar, ushtrojnë presion mbi gjëndrat e lotit dhe nga syt rrjedhin pika uje. Pra ai çon pikërisht në momentin që po e shkatërron dikë. S'ka lidhje me ndjenja, s'ka dhimbje e as pendes. Është thjesht një proces trupor. Por kjo mjaftoi që qindra vjet më parë njerëzit të krijonin këtë shprehje. Po çon me lot krokodile. Çon, por nuk do të thot në të vërtetë asgjë. Edhe sot kjo ndodh zakonisht me njerëzit. Kinga ata që shpërthejnë në lot sa herë që ndjen në faj. Sa herë dun me të prek, sa herë dun me u duk të pafajshëm, por nuk çojnë nga zemra, çojnë nga interesi. Çojnë kur i shtyp ndonjë muskull i fajit, por jo i pendesës apo ndjeshmërisë. Prandaj herën tjetër, kur dikush çon para teje, mos u ngut me u emocionu. Shiko, është lot prej zemra, apo thjesht lot të krokodilit.